إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi, lavdërimi absolutit takon të madhit Allah. Atë falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai na ka dhuru dhe prej të mirave të tij që në Islam na ka udhëzuar. Salatet tona nga kjo ditë e madhe, nga ky vend i dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij besnik dhe fisnik dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, nga sunetet e Allahut në tokë, që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë këtë vend që edhe në botë edhe në ahiret, që Allahu shpërblen edhe dënon dhe ndëshkim ai ka. Shpërblimi dhe ndëshkimi ndonjëherë Allahu e çon mbi individin, e ndonjëherë e çon mbi shoqërinë. Ndonjëherë Allahu e dënon personin, ndonjëherë Allahu i dënon këtë njerëzit. Allahu ndonjëherë i dënon në dunja, e ndonjëherë i lën dënimin për në ahiret. Allahu ndonjëherë e shpërblen njerin në dunja dhe e shpërblen popullin, ummetin në dunja, dhe e kundërta dhe Allahu e lën dëshkimin për në botën tjetër në qoftë ata meritojnë dëshkim. Që dënë të thotë, Allahu është i drejtë dhe Allahu nuk ban pa drejtësi. Ku njerëzit meritojnë mëshirë dhe meritojnë mirësi, Allahu atyre i adhuron. Kur një popull meriton dëshkim dhe dënim, Allahu subhanahu wa taala edhe njerin, individin, po edhe shoqërinë, ummetin e tërësi në atë zeman, në atë kohë dënon. Andaj Allahu na sjell një shembull se si njerëzit duhet ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Dhe a keni dëgjuar për ndonjë shembull më të mirë se shembulli i Kur'anit, ku Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu tregon për popullin e Yunusit alayhis salam, një popull i cili kur e pa që Allahu është duke dashur mi dënue, i tër populli u pendue. Dhe Allahu tregon Kur'an dhe thot: "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." A ki pa thot ti që një qytet i cili ishin besimtar dhe atyri u bëj këtë dobi besimi i tyre, por pos se popullit të Yunusit. Do më thonën, besimi i tyre ju boni dobi në momentin kur Allahu atyre ja çoi shkat dënimin. Falamma amanu kashafna anhum al'adhab. Kur ata besuan, Allahu thot e penguam dënimin, mos më ju shkua. Një familje e cila ka mos bereqet, një shtëpi e cila nuk ka rahati, nuk është me do e mos me mendu që ndoshta dikush të ka bo se hire. Se populli jon parën punë, kur nuk ka rahati dhe bereqet në familje, kërkon prej hoxhës zgjidhje magjike. Mendon si që shkojet e hoxha mu fryje, ai do të zgjidhe problemin me njëherë. Edhe normal ne besojmë në magji që mundet me ndodhë. Mirë, po jo çdo sen është e lidhur me magji, me sehire. Ndonjëherë mundet të ndodhe që personi, individi është duke shiu në dëshkimin e Allahut, është duke shiu dënimin e Allahut. Atëherë çka duhet me bë? Që ata ta pendohen, vëllezër të nderuar. Ata t'i kthejnë Allahut, që Allahu ta kthejë bereqetin në shtëpinë tonë. Allahu të pendohemi ne si shoqëri,
që rinia jonë vëllezër të nderuar mos jese shitse e lëndëve narkotike në lagjet tona. Ne duhet të pendohemi bashkarisht, të ndihmojmë njëri tjetrin, t'i kthemi Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Andaj Allahu e sjellë këtë shembull dhe tha dhe e cek Rabbul Alamini sikurse e ceki rastin e popullit të Yunusit. Lemma kashafna anhum al-adhab, dhe atyre ja u largun dënimin në dunja dhe ja mundsum atyre që të kënaqen për një kohë. Kjo është suneti Allahut në tokë. Pra vëllezër të nderuar, kur një popull besojnë, i pendohen Allahut, kërkojnë prej Allahut ndihmë, kërkojnë prej Allahut zgjidhje, Allahu subhanahu wa taala e pengon dënimin nga ata. Kur një popull i cili vesh kur smuhet e din derën e xhamisë, vetëm kur smuhet e din nevojën e Allahut, po foli këtu smundje edhe fizike edhe shpirtërore, kur i ndodh një të lashë njeriu të shpejt, kjo është elhamdulillah që kthehet te Allahu. Mirë, po paraprakisht njeriu duhet ta kuptojë, o vëllezër, ju të cilët keni rahatin familjet e juaja, ju të cilët keni rahatin në shtëpitë e juaja, ju të cilët keni rahatin në shëndetin e juaj, jo mu ju kthi Allahut vetëm kur Allahu ta çon një të lashë në shtëpi, po t'i kthehemi Allahut vazhdimisht. Kjo është mesazhi. Andaj vëllezër të nderuar, Allahu ka premtime hinore, premtime ilahie, të cilat nëse njerëzit i përmbahen dhe individi dhe shoqëria, atëherë çdo premtim ka kushtet dhe shkaqet. Që do të thotë Allahu subhanahu wa taala me realizu premtimin e tij duhet ne mi bë do punë, me mor notën 5, duhesh me mësu dhe me lexu. Me meritu shpërblimin e Allahut duhesh me punu. Me pengu dënimin e Allahut duhesh mu pendu. Kjo është mesazhi vëllezër të nderuar. Andaj Allahu këtë ummet e bën një ummet të khajrie, ummet i cili është i së mirës. Dhe tha Allahu në Kur'anin famalar: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ishi populli, ummeti më i zgjedhur. Kur ju urdhëroshin të mirë dhe ndaloshin nga e keqja. Mi për ky ummet a mundet me meritu ndëshkimin? Pa dyshim po. Ky ummet a mundet me meritu dënimin e Allahut kur ata, edhe pse Allahu i ka thujt ummetin ton, ummetin Muhammedi, ummeti të mirës? Po vëllezër të nderuar, kur njerëzit janë mohues ndaj Zotit, kur njerëzit nuk e njohin Allahun vetëm në vështirësi, Allahu atyre ju çon dënime vëllezër të nderuar. Andaj ky ummet dhe këto mirësi të cilat dëshiron ummeti mi shijue, padyshim vëllezër të nderuar, nuk ka përjashtime. Secili ummet Allahu ja ka bërë ligjet e tij në dunjë. Allahu edhe muslimanit i jep kur punon, po edhe jo muslimanit kur punon. Mu kon që një musliman rrin kokër shpinës në rrije edhe thot Allahu ko me mbo milioner, Allahu subhanahu wa taala nuk e sjell vëllezër prej qiellit as altan, as ari, as argjent. As ari, as argjent. Për me prun Allahu riskun, duhet mi përvel krah vëllezër të nderuar. Ne besojmë që i caktimi risku është caktim, kader. Mi po ku e din ti i cili rinë rrije dhe ti i cili lun komar edhe mendon që risku jot do të vjen për një çast, vëllezër të nderuar, kfjelluni dhe kthejuni Allahut, sidomos ju të rit, të cilët mendoni që i rahatia, knatësia momentale është mi fitu disa para për një javë, për një muaj, dhe pastaj ju nuk gjeni rahati në familjet e juaj, me prindërit e juaj. Pastaj nesër ju mendoni me kriju familje, gruaje, fëmijë. Me çfarë dinari do me ushqi gruajen tane, fëmijët e tu? Me parët e komarës, me parët e drogës. Cili janë zgjidhja jote nesër kur Allahu ta çojë një fëmijë? Me çka kemi ushqi, o i dashur? Andaj vëllezër të nderuar, premtimet e Allahut kanë ligje. Dhe Allahu nuk i thënë ato as për muslimant, as për jo muslimant. Allahu subhanahu wa taala ka thonën, kur ka premtu për këto të mira, ka thonë kështu: prej premtimeve të Allahut është ka thonë që Allahu do t'ju japë atyre siguri, fitore dhe begati nëse bëjnë vepra të mira. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famalar: wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allahu ju ka premtu atyre të cilët besojnë dhe veprojnë vepra të mira, la yastakhlifannahum fil ard. Allahu do t'i bëjë sundues në tokë,
dhe do t'ju zaventësoje frigën e tyre me siguri. Kur njeri e meriton shpërblimin e Allahut, u deshka me besu dhe me vepru. Një ashtu Allahu subhanahu wa taala tha në Kur'anin famëlar: "Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama', lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard." Sikurse banorët e qyteteve të besonin dhe të jenin të devotshëm, ne do t'ju hapnim atyre begati nga qielli dhe toka. Që do të thotë, mukonën ti që beson, edhe vepron, Allahu ka me cilë rahati, begati në shtëpinë tënde, në familjen tënde. Edhe kjo kushtet e Allahut, me besu dhe me vepru. Në momentin që ti i plotëson këto kushte, beson edhe vepron, Allahu do t'jape bereqet në familje, Allahu do t'jape rahati në familje. Këto janë premtimet e Allahut, o vëllezër, nuk ka yrnet, nuk ka zgjidhje më të mirë se me jetu me ligjet e Allahut, me jetu me fjalët e Allahut dhe sunetit pejgamberit alayhis salam. Andaj të nderuar vëllezër, kjo është para ata të cilët i realizojmë premtimin e Allahut, që Allahu ka premtuar dhe ka thonë që më falni me besu dhe me vepru vepra të mira. Një ashtu, nga ligjet e Allahut, nga sunetet e Allahut, është që Allahu dhe dënon. Kur banorët e një vendi nuk i përfillin urdhrat e Zotit dhe nuk ju ndalon ndalesave të Allahut, atër Allahu pa dyshim që atyri ju qënë vështirësi, fatkeqësi, frikë, uri, varfëri, poshtrim, përçarje, armiqësi, dominimi i armiqve dhe kështu me radhë. E Allahu thot në Kur'anin famëlar: Daraballahu qaryatan aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Allahu sjell shembullin e një qytetit i cili ishte i sigur dhe i qetë, për mohoj i boni qufër të mirat të Allahut, i mohoj. Nuk kanë mirënjohës ndaj të mirave të Allahut. E çka ndodh kur njeriu nuk ka mirënjohës, ja kthen shpinën Allahut, këtu vjen dënimi vëllezër të nderuar. Fa adhaqahu Allahu libas al-ju'. Allahu atyri ja boni që ata me shijue urin edhe frigën. Bollëk sa dush. Subhanallah. Mi bon Allah mi dhon mundësi gjyshrave tonë me orë në këtë zaman, lokeve dhe bablokave të tonë me pa çfarë mirësi jetojnë. Ne, elhamdulillah, teshat, maqina tesheve i lan, me fshinjet, me fshis të rrymës, me te end mila maqina e endve. Ketë mira, bile tash ka dal, as me përdojnë më maqinën, roboti e fshin, roboti e shlën ti, a e fshin. Shka ka? Nuk ka rahati. Nuk ka rahati në shpit, ka frikë, nuk ka bereqet shpit. E pse ndodh kjo? Fa kafarat bi an'amillah. I mohun të mira të Allahut. Vetëm kur ju sjell Allahu fatkeqësi, hoxha shka me bon. Cili hoxh frin më mirë, cili hoxh pendohu te Allahu, se s'ka hoxh i cili ti të shëron. Andaj vëllezër të nderuar, këtu është ilaçi dhe shërimi. Vëllezër të nderuar, pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë hadith do të mundona ta rrumbullaksoj, pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam ju tha një ditë muhaxhirëve: O muhaxhir, 5 gjëra nëse sprovoheni dhe kërkoj prej Allahut mbrojtje që Allahu t'ju ruaj mos sprovu. Nëse shfaqet imoraliteti, zinaja me një popull, vetë se përhapet murtaja, sëmundje dhe sëmundje të cilat nuk kanë qenë të njohura te popujt para jush. E para, që ose bëni zina, kanë më shpërndas smuje të shumta, kanceret, covidat, këtë të shpërndan vëllezër të nderuar kur zinaja përhapet. Edhe nuk ka ilaç, hapna me qindra euro, pare, dhe pastaj nuk ka shërim. E dyta, tha pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, nuk mashron një popull në peshore vetë se goditet me varfëri. Nuk vedhin vagë, vetë se Allahu ja çon atyre varfëri. Ktu vaga e diçka është. Vaga është kur ta shiti shkerin mi bohile dikuj. Vaga është kur shkojsh në orar të punës ti, e kim punë me fillun 8, ti fillon 8:30. E ki me lon punën në ora 4, ti e len ora 2, apo te privatnjak, ti ban hile, vjen mushëria, ti shëtit është në përduqan, bosh i zigruvash që nuk i te pae, e lun rolin e budallës. Kjo është peshore, vjedhen peshore, edhe pastaj varfëri, i marë 30.000 denar, sa në të dalë, edhe 100.000 me t'i dhonë s'kan me dalë, për arsye se ti duke vjedhen peshore, edhe varfëri, nuk e ndalojnë zeqatin, një umet, një popull, vetë sa atyre ju ndalen begatit, sikur se shiu.
nuk e thel marrveshjen që mos me xhiku me ligjin e Allahut, vetë sa atyra Allahu ja usjell armiqt edhe në çmimin. Ndoshta vëllezër të nderuar, dikush prej neve pyet dhe thot, cili është qëllimi i këtij dënimit? A don Allahu me na dënua? A don Allahu me na pa në xhenem? Jo, i dashur. Allahu subhanahu wa taala kur na i çon këto që neve me na ndëshku në dunjo, do me na kfill. Shka i ban doktori pacientit kur pacienti vjen dhe ankohet për një dhimbje? Shkon ja prek varrën. Pse ja prek varrën? Që m'ja dit diagnozën, m'ja don ilaçin. Çështu dhe Allahu neve na çon mesazhe që ne mu kfill, mu pendu te Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famëlar: "Wala nadhiqannahum min al-'adhabi al-adna duna al-'adhabi al-akbar la'allahum yarji'un." Ne do t'i bëjmë të shijojnë dënimet më të vola. Domthon Allahu ka na sprovon. Dënimi i vogël është në krahasim me ahiret. Para atij të madhit, i cili i pret në botën e amshushme dhe të përhershme, la'allahum yarji'un, që ata të kthehen te Allahu. Që nga qëllimi. Allahu nuk dënon se nuk do. Ai është më i mëshirshëm me ne se sa vetvetja jon. Ai është më i mëshirshëm me ne më shumë se prindërit tan. Allahu pse na dënoi ka? Allahu pse na sprovoi ka? Allahu na sprovon para se marr dënimi i madh, që mi u kthi Allahu. Kjo është qëllimi, vëllezër të nderuar. Ku ne jetojmë me këtë mesazh, vëllezër, ka marrë momenti që secili prej neve emrin e tij nuk ka mu përmend. Sot a e di dikush emrin e stërgjyshit e tij me vet, babloki babës tan çe ka pas emrin? A e di dikush? Rall dikush prej neve që e dina emrin e bablokit të babës ton, shumë rall. Vish kush është meraklimi i dit. Ka njerëz që nuk e din, domethënë me shku deri te babloki vet. Ma të nalt nuk e din. Un shembull për sjelli. Po sa herë përmenet ai stërgjyshi jot, sa herë përmenet, a bën dua për ta. Ka harru. Ai ndoshta amunu gjënoi shtëpi, pare, tanat. Andaj vëllezër të nderuar, Allahu na sjell mesazhe që secili prej neve do të shkojmë nga kjo dunjë e ne duhet të kthehemi te Allahu para se me shku te dënimi i amshushëm i përhershëm. Allahu nuk e dënon një popull derisa ata pendohen. Allahu thon Kur'anin famëlar: "Ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Dhe Allahu nuk e dënon një popull derisa ata kërkojnë falje te Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, nga çka duhet të pendohemi? Duhet të pendohemi ti i cili ki të lashën familjen, shtëpi, po ne si shoqëri ku kazinot lulzojnë nga djemtë tonë të cilët punojnë, veprojnë, parët natën ati i qojnë nga ata të cilët përdorin lënë narkotike. Ne duhet të pendohemi, o vëllezër. Kjo është ndëshkim, skara ati merr njëri ashet gruj saltanin, a qetri shkon në komat, a qetri pri drog. Kjo vëllezër të nderuar duhet mund dal ne si shoqëri, o vëllezër, kajna të shkue. Kuj kam ja dhonë unë nesër qikën, ose kush kam ja dhonë djalit tem nesër qikën. Qo se jemi të tillë, o vëllezër. Kjo duhet mu vetdisu, mu kthit Allahu subhanahu wa taala. E di ndoshta kanë njerë jam i vrasht, po unë jam për fat të keqin në një moment ku duhet me cek se te unë vin shigjetat. Hoxhoj na prish besim mahall. Edhe kjo mu mbret, vëllezër të nderuar, se unë jam përgjegjës për me shëru problemin. Këtu është let me hip unë edhe me babo qefin s'ka sikur ne. Se unë jam pjesë e juve edhe ju pjesë e imja. Këto janë të lashet e tona të përbashkëta. Nuk mu ju mu bo i mund dhe me thonë unë nuk jetoj këto dhe unë veç vini xhuma edhe e kry misionin. Jo vëllezër. Ka njerëzit të cilët janë ndoshta mysafir, vini xhuma me fal, po shumica jonë jena atë kësaj lagje ku kena problematika të cilët jam duke i fol. Komara dhe droga pjesë e lagjës tonë. Duhet ta luftojmë, o vëllezër. Kjo është qëllimi jam. E di që ndoshta dikush prekët, po Allahun e kam dëshmitar se ata të cilët janë mocanik me mua i kam sikurse vëllezër, ndërsa ata të cilët janë më të vegjël i konsideroj sikurse e vlet te mi. Andaj nuk ka qëllimi këtu unë me u pushkatu, po këtu ka qëllimi që unë jam mjeku i cili keni ardhur dhe duhet më u shëru, me dhon antishok më u zgjue dhe me pa ku jemi. Kjo është qëllimi jam vëllezër të nderuar. E çka duhet të pendohemi nga largimi prej fesë Allahut dhe ligjeve të Allahut, një ashtu nga ndjekja e epshit, nga mbështetja në dikun tjetër përpos Allahut, nga braktisja, largimi i namazit dhe i zakatit, nga mëkatet, sikurse amoraliteti, nga padrejtësia dhe korrupsioni, nga përçarja dhe nga dembelizmi dhe mosveprimi. Tha Allahu në Kur'anin famëlar: Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk mundohen me ndryshu gjendjen e tyre. Andaj vëllezër, populli Yunusit kur e pan që ato ardh dënimi, u penduan dhe Allahu largoi dënimin prej tyre. Atu vallë, kur do të pendohemi ne? Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.